Po e nisi me dy fakte krahasuese. Mbyllja e transmetuesit Zëri i Amerikës me urdhër të presidentit Donald Trump zbuloi që kjo media, me shtrirje e ndikim në gjithë botën, kishte 1300 punonjës në qendër dhe korrespondente analistë në shumë shtete. Gjatë raportimit që Këshilli Drejtues i RTS-s bëri në Komisionin për Mediat, u zbulua fakti që ka 1200 punonjës në qendër dhe stacionet e saj në Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Kukës. Mjafton krahasimi mes numrit të punonjësve të Zëri i Amerikës dhe RTS-s për të kuptuar se sa parazit paguhen nga shteti dhe çfarë mjerimi programor mediokriteti e banalitetesh ka. Zëri i Amerikës, që deri para 10 ditësh transmetonte 1500 orë lajme në javë në 50 gjuhë, financohej nga buxheti i shtetit amerikan dhe kishte gazetar, analistë, korrespondent profesionistë që bënin gazetari edhe në shtete në gjendje lufte. RTS financohet nga buxheti i shtetit dhe transmeton 4 herë nga 15 deri 20 minuta lajme në ditë, me përmbajtje për qeverinë, politikën dhe lajme sociale të kopjuara nga portalet, por edhe programe mediokre ritransmeton nga 3-4 herë në ditë të njëjtë dokumentar të para 15-20 vitesh. Lajmet dhe programet e transmetuesit Zëri i Amerikës me 1300 punonjës i kanë ndjekur e gjithë bota, ndërsa lajmet dhe programet e RTS-s nuk i ndjek as kryeministri Edi Rama, i cili ka deklaruar publikisht se nuk e shikon dhe nuk do ta shikojë kurrë këtë rangall. Por pavarësisht se kryeministri e quan në RTS në rangall, jep çdo vit 6 milionë euro nga buxheti i shtetit, i lejon të mbaj 15 milionë euro të taksës së televizorit çdo vit, afro 2 milionë euro të ardhurat të tjera dhe i miraton strukturën me 1200 punonjës. Dashe mbylli Zërin e Amerikës, megjithse kishte ndjekje globale, ndërsa qeveria shqiptare nuk themi të mbyllë RTS-n që nuk e shikon as babloku, por të mos i paguajë 1200 punonjës që vegjetojnë dhe drejtor, borde që kanë punësuar, familjarët dhe dashnorët që veç vjedhin e rrin kot. Qeveria mund ta kalojë me vetfinancim RTS-n. Sipas skemës së shumë vendeve brenda jashtë-BE-s, që televizioneve shtetërore u financojnë vetëm 20% të aktivitetit, si detyrim vetëm për publikimet dhe programet shtetërore, ndërsa 80% i sigurojnë vetë. Sipas studimit për strukturat programore që ka bërë Ministria e Financave në RTS, duhet ketë maksimumi 300 punonjës, por ka 1200 punonjës. Në muajin janar 2024, qeveria e miratoi studimin e Ministrisë Financave dhe i kërkoi ish-drejtorit Alfred Peza që brenda muajit prill 2024 të paksonte me 50% numrin e punonjësve, por kërkesa u anullua me urdhër të bablokut.